Përshëndetje miq. Republika e Maqedonisë së Veriut, qeveria aktuale, koalicioni jashtu quajtur vlen, e që s'vlen, pse nuk vlen, po nuk vlen debati për gjuhën shqipe. Shikoni çfarë halla kame. 25 vjet pas luftës së Dimjenishit, pas atij konflikti të famshëm, gjoja, marrëveshja e Ohrit, e garantuar nga kush? Nga faktori ndërkombëtar. Ja shesën popullit, ja shitën popullit, ata të cilët janë në pushtet tani e 25 vjet, ose pjesëmarrës të pushtetit, sepse pushtet shqiptarët nuk janë në Maqedoni. Të kuptohemi, pushtetin e ka pala Maqedone. Se a është shumicë, a është pakicë, kjo është çështje tjetër. Kjo duhet vërtetohet, duhet mbahen regjistrime, ose të mbahet regjistrimi, të organizohet regjistrimi adekuat i popullsisë, ta shohim se sa Maqedon, Slav, pastër Maqedon do të dalin në fund. Tani ne shqiptarët pretendojmë të jemi mbi 30%, po në një shtet që një popullar brenda atij numrit të përgjithshëm të popullsisë që në Maqedoninë e Veriut është 2 milion, dhe nga kjo del se shqiptarët janë mbi 600.000 banor. Dhe duhet ta ngatin dorën, ta zgjatin dorën, si ai lipsari, dhe t'i thot atij pushtetarit atje në Shkup, a mund të flas shqip? A mund të shkruaj shqip? A mund ti hartoj dokumentet zyrtare shtetërore shqip? A mund të udhëheqi administratën shqip? Kur në shekullin 21, në vitin 2026, mbas luftës në të cilën dhan jetën gjemt më të mirë të kombit. Dhe çka? Sot e kësaj dite, Shqipja në Maqedoninë e Veriut nuk respektohet, nuk akseptohet, nuk pranohet nga pala Maqedone. Dhe nuk mbaron këtu. Kush është ai faktor politik shqiptar, ai lider politik shqiptar momentalisht në Maqedoninë e Veriut, i cili e ka bagazhin, e ka forcën, e ka afinitetin, e ka eficiencën, e ka trimnin, e ka guximin që të dalë dhe t'i mshoj tavolinës dhe të thot ne jemi ata që mund të shkaktojmë ty Maqedoni krizë parlamentare. Sepse 30% të një popull në një shtet është në gjendje dhe duhet të jetë gjithnjë në gjendje që të shkaktoj krizë parlamentare. Pse nuk e ka guximin politikanët shqiptarë? Pse nuk e ka guximin ky koalicioni i tanishëm, që jashtu quajtur, që merr pjesë në pushtet, të cilët u bën lipsar para Kristian Mickovskit që t'i marrë në qeveri. E ku që mbushin mendin ta? Të gjitha tjerat janë rrena, pralla janë. Ai fitoi zgjedhjet me shumicë absolute. Kush? Kristian Mickovski, VMRO, DPMN, i fitoi zgjedhjet me shumicë absolute. Dhe nuk ka nevojë për shqiptarët të jenë në koalicion me te, që të mund ta qeverisë, që të mund ta formojë qeverinë, që të mund t'i sjell ligjet, të votojë në parlament, ku ta di, t'i lëmë këto punë. Palavra janë kretë, se sikur mos t'ishin të shitur këta liderët tanë. Ata do të kishin mundësi të dalën dhe t'i thonë diçka. Kjo gjë, ky problem i gjuhës shqipe, ose zgjidhet, ose shkaktojmë të llovi. Apo? Po në qoftë se Kristian Mickovski ta din biografi, dhe ai u a di biografi. Pse? Po Kristian Mickovski ka qenë këshilltar i Nikola Gruevskit, kur ai ishte kryeministër i Maqedonisë dhe kryetar i VMRO DPMN-s. Kristian Mickovski ka pas postin e këshilltarit pranë Nikola Gruevskit. Dhe i njeh shumë bukur dhe shumë mirë këta liderët e ashtu quajtur
shqiptar të Republikës Maqedonisë. Të gjithë. A kanë mundësi ata, ati ti thonë, pardon, ndalu, jove, diçka thaj, para disa muajve, njërit nga do zhurmagji, po me shqiptar, jo, zhurmagji shqiptar me ato Maqedon. Jo, ashtu s'kan guxim. Shajnë disa sende që s'kan rëndësi. Ato sharje që bënë parlament nuk kanë kur far peshe. Gjërat që janë me pesh, akoma nuk ka dalë burr politikan shqiptar që ti mshojen parlament tavolinës. Por çështje madhore. Kush janë ata? A i rahën 3 në Tetov. Në Tetov, dalin komitet kaçakët të rahën tetovarët. Që edhe në kohën e Jugosllavisë nuk ka guxuar shkau Maqedoni neve të na rahën Tetov. Nuk ka guxuar. E dinë gjeneratat e vjetra këte. Kurse sot në demokraci, mbas 2001-shit, ai dele dhe 3 në Tetov. Ku e ke shumicën absolute shqiptare. Ku kryetarin e ke shqiptar. Policia është me shumicë shqiptare. Çka? Do me thonë ti s'punon për popull, se sikur të punojsh për popull. Ata e din, ta kanë frigën atjerë, po ata e din si je zagar. Dhe që të gjithë janë zagar. Po të mos kishin qenë zagar, pse fshehen? Pse fshehet ai nën kryetari i BDI-s? Njeriu i parë, zëvendës kryeministri i parë për disa mandate. Sikur të ishte i pastër, si Loti. Thore, unë kur s'kam bëu kur gjë, dhe i kam dorët e pastra, shpirtin e pastër, nderin e pastër, karakterin e pastër, xhepat e pastër, punën e kam kryer me nder, politikan me nder. Unë dalë dhe i thom atij këtu jam be, hajde, e thiri faktorin ndërkombëtar të gjikojmë në Shkup. Dhe e fitoj gjikatën, e fitoj gjigjin. Dhe çka bëj? I organizoj zgjedhjet, shkaktoj krizë parlamentare. E sjelli punën që të mbas zgjedhjet e parakoshme, i fitoj zgjedhjet, bëhet fjalë për faktorin shqiptar, apo gjithnjë. Dhe çka? I rrëzoj të gjithë. Por i kam dorë të përlime, karakterin e ndotur, kam vjet, kam korruptu, kam marrë të nder, kam shit të nder, kam marrë kazino, kam shit kazino, lotari, ku dhe ti qka. Jem mbush deri këtu, veshët kanë hup në borxhe, edhe në korrupsion dhe në hajdut në edhe ikën fshehesh, nuk e guzim të dalësh. Mickovski, zotni, gospodin Kristian Mickovski, ja u di juve edhe kilazhën sa e kini. Mos e mashtroni poplin. 25 vjet bre, edhe mbas 25 vjetve, gjuhën shqipe a i dele dhe ta bohon, ta refuzon, ta neglizhon, s'ta merë ndorë, hiq. 30% e populacës, vjen ministri i arsimit, me disë Tetovës, e me palohet ajo, deklarohet ajo, hapën krahat, e thot nuk duhet mu përkthys për maqedonishte, shiko çfarë ironie, tallet, me 600.000 shqiptarë. Po detallet, se nuk kini hija që të punoni për popull, për atë që je betuar, që duhet të jesh i betuar, që të kesh bes, që jesh besnik, i sinqert, i drejt. Sikur ti kishe plotsu këto elemente, këto faktor, këto kushte e para kushte. Ore, dalësh a gjedi tua, i thua ti me plot gojen, pse din se popullin e ke mbas, e din se ti je burr, je trim, je guzimtar, je besnik. Nuk ja ke hangër hakun askujt, si ke bëhe hila askujt, ke punu për popull. E ke marrë rrogën që takon dhe ke shku në shtëpi. E ke ushqi familjen me nder, me rrogën që e ke marrë me nder, me hakikat. Nuk ke vjet, nuk ke shit të ndera. Nuk e ke marrë, nuk e ke hangër gjersën e popullit. Nuk ke shkaktuar krizë që të ikrit popullit, ta lishoj vatanin, ta lishoj vendin, të shprazet vendin nga kush, nga ju, tash e 25 vjet. Sikur të kishi punu për popull ju, sikur të ishi angazhu për popull ju, mos të kishin mbush gjepat e juaj personal. Jove nuk do t'i shpraz vatani sot kështu. Ndoshta do t'kish dikush, do shkon në migrim, si për herë. Si në këtë botët, dikush që dëshiron me të vërtet të jetoj pak, ku ta di unë, më falni, në luks, por jo për shkak të zorit, për shkak të krizës, se fëmijët kur qohen në mëngjes.
Ata duan bukë, ata duan veshmatje, duan këpuc, duan libra për shkollë. E baba i ngrat nuk ka. Qka? Qa mbaje gurvetit. Se haj politikani ja gjen shkup, në Tetov, në Gostivar, në Dibër, Stru, kudo që është, që ka dalë dhe apallu para popullit në përvotime, në për fushatën e para zgjedhore, do të bëjmë këtë, do të bëjmë ata, mi jep një mu votat, ma siguroni këtë, se ne, kush ju? Që kush i jenë punët e juaja? Po unë nuk e di pse populli është akoma naif, dhe juve vazhdojnë të besoje. Përveç atine që i keni ju, afer vetes, që ato militantët, që i mbani me dhurata, që ju keni dhanë kalive në punë në përmjet ndërmjetësimit që tërkuj, se ju s'keni kur gjonë. E dini këte kur va thomë, unë vetë personalisht kam qenë një vit i punësuar Ministrinë e Jashtme në Shkup, shumë mirë di si zhvillohen punët, në vitin 1995, 96. Shkaku që unë nuk mund t'i bëj punët që i keni bën ju dhe që vazhdoni t'i bani, unë e dorëzova kartelën time të ministrisë dhe u ktheva përsëri në Zvicër. Ju po të kishi punu, po të punoni për popull, nuk mund dhe të varrahet djemët. Shkau. Nuk mund dhe dale shkau në vitin 2026, në shekullin 21, mjedis të Shkupit, mjedis të Tetovës, dë bërtase parulla anti-shqiptare. Shqiptari i vdekur është më i mirë, se sa shqiptari i gjallë. Shtu brorisin shkijet. Ju e keni provu punën këtu. Ju që e mashtroni poplin tash e 25 vjetë. Për shkak të kolltukeve, për shkak të karierës tuaj dhe për shkak të hajdutnis tuaj, ju jeni pajtu edhe të hyni të bëhi lipsar. Sigur të kishi qenë të vendosur, ashtu si e do kodeksi njerëzor, si e don tradita e pastër shqiptare fisnike, ju nuk do të hynit në asnjë koalicion. Që nga 2001 e këndej, do të shkaktonit krizë parlamentare, sepse këte ja u 30% popullat, kush e disa herë keni pas në parlamentin e Maqedonisë mbi 30 deputet shqiptar dhe asnjëherë s'keni mund të shkaktoni krizë parlamentit Maqedonas. Edhe lavdroheni sot. Mos lavdroj, se ka dikush që i një çështjet politike. Mos e bani vetën atë që ku sjeni. Sikur ju të shiqen top, grusht, në parlament Maqedonisë, me 30 e kusur deputet, do t'i kishi shkaktu krizë parlamentare gjithnjë Maqedonisë. Dhe faktorin ndërkombëtar që është prezent në Republikën e Maqedonisë, përfshi ambasadet e huaja, me në kri ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të qohej dhe do t'i thirrte në bisedë informative karerët e shtetit dhe dy të thonë ç'është kjo punë me shqiptarët, pse janë të pakënaqur. Po ju çka? I mbushet xhepat. Ata ja u dhan koferin e zi, ja u mbushën me euro, me para, ju i morët, i hani, i hangrët, dhe tani dilni dhe bani gjuha shqipe. Gjuha shqipe. Po 25 vjetë, çka bëhet me gjuhën shqipe? Mos përmendi emna, se nuk duhet përmendi emna. Po politikan që i kemi, që kanë kalu prej kësaj karike, në atë kariken tjetër, prej kësaj partije, kanë formu do farloj fraksionesh partij qera, vetëm e vetëm që t'i thonë popullit qikoni, ne nuk jemi ma ata. Ata janë qerë, ne jemi qerë. Kurse tëjo partij nga cila kanë ikur, që e kanë praktisur, kanë qenë qka? Nën kryetar. Nën kryetar. Njerës pranë ati, shefit partijs, tek i cili kanë gëzuar besim, dhe pastaj kanë dalë, kanë ikë dhe thonë nuk jemi si ata. Kurse me ata, kanë ngranë me një grashtë dhe në përmjet atyri janë bo ata të cilët janë sot.
se nuk I ka njoft kërkush, dhe nuk do I njihte askush. Dhe krejt këtë e kanë shtru ndër kamët e veta, ja kanë baltos kështu atë si përfaqen dhe populli gjashesën, si kur të ishin këta tash të dalun, dhe kanë një platformë të re që nuk e kanë, që e shesën për që nuk e kanë, dhe gjoja në pas kanë këto një platformë të re, dhe tash populli duhet këta t'i pasoje, t'i lana ata qirët, kurse këta me vite kanë ndru mandate e pushtete, njëherë me VMRO, pastaj me LSDM, pastaj prap me VMRO, DPMN, pastaj prap me LSDM. Kush janë? Të njëjtit janë, vetë të mbojnë rotacion. Popull, kuptoha këte. Kuptoha bre, se po e të loviti me këta veç e ftallojnë popullatën, si atë bukën kur e ftallon. Kënë të njëjtit, nuk ke njëri të ri, magjoni politikan të ri, lider të ri. Ka ason me Albin Kurti në Kosovë. Ore, Albin Kurti ka qenë opozitar, unik në krejt Balkanin. Jo vetëm të shqiptarët, në krejt Balkanin. Pse ka qenë unik? Po ai nga opozita ka ardhur në pushtet. Ai nuk ka qenë pjesë e pushtetit derisa I fitoi zgjedhjet vet. Vet ai. Bek Belikbash. Ama jo një herë në për grazh dhe qera, në për parti qera, pastaj dil e bëndo koalicione, e shaj ato, e dil këto, e fiton dhe, për a qka këtë pala Macedone sot, nuk të merë për seriozitet, nuk të merë seriozisht, nuk të konsideron seriozisht, nuk të ka gajlin hiq bre, u ka thonë ndërsi Kristian Mickovski, ecni bre, nuk jeni faktor politik ju, nuk jeni pesh politike, I tha ati pi hoxhe që ja bo politikan. Ajtë thase, ajtë thase, s'ka, ne ma on politička težina. Vasni bre, krasoj ju me Albin Kurtin. Albin Kurtin ka bo opozit ka bo edhe prej opozitës, pra me angazhimin e vet, personal dhe të partisë të ti, të lëvizjes të ti, të aktivizmës të ti, a I doli edhe I fitoj zgjedhjet. Por nuk mor as njëherë pjesë në pushtet, as me PDK, as me LDK, as me AK. E ju, BDI, pastaj Besa, pastaj kjo, pastaj Alternativa, pastaj Alianca, pastaj ku ta di jone. E tani qka ndorë, ku e di, nuk mund të ju ta zyrtarizoni me shtempel, me shtembil, me zhik Shqipen. U ka ble shkau. Jo për nënshmim. Shkau, ai ka uri, si thunë në Shqipni. U ka ble pala Macedone, në këtë rast, pushteti, ata të cilët janë në krye të qeverisë së Maqedonisë. Pse u kanë ble? Ja u kanë ofruar dhe ju e keni marë. Cilën? Rishvetin, korupcionin, paret, tenderin. Dhe pastaj u kanë në dorë dhe me ju bëjnë qka të duan, sepse e keni ngrënë, si kur të dilte ndo njëri nga ju, dhe kur t'i ofrohej korupcioni, kur t'i ofrohej tenderi, rishfeti, ndo një femën, po, a I do të thonde, qënë këta, nuk janë për mu, sepse jam betu para popullit, edhe para Zotit, para Allahut, se do të punoj me nder, do të fitoj I daren me nder, do të qoj të shtëpia të familja, djers me nder. Nuk e ha as rishfetin, as korupcionin, as nuk shes të ndera. Kur do të ngelit ju të fortifikuar, të qëndrueshëm në këto principe apo parime, sot pala Macedone do t'ja u kishte frigën. Dhe para popullit shqiptar në Maqedoni,
ju do të ishit heroj të gjallë. Prandaj nuk jeni, sepse i pranuat dhe i hangret të gjitha. Duke filluar nga hajdutëria, nga padrejtësia, nga korupcioni deri te kazinot. Tani ju bëft mirë, por ju nuk jeni zgjidhja e popullit.